Mungesa e një databaze me të dhëna të plota në bashki mbi organizatat e ndryshme të shoqërisë civile që operojnë në qytet ka mbledhur një takim me organizatat e shoqërisë civile me drejtorinë e projekteve komunitare dhe turizmit, ku nga ana e drejtuesit të kësaj zyre u kërkua për këto shoqata një dosje e plot në profilet që ato operojnë dhe kapacitetet që kanë në mënyrë që të kenë një komunikim më efikas mes shoqatave, drejtorisë dhe thirrjeve për grante. Bashkë do t'i hapë mundë dhe shumë takime të tjera që unë kam shumë dëshirë që t'i bëjmë bashkë në një proces që asë të shohë specifikë grupës punat se ne si bashki e kemi si detyrim, por edhe shoqëria civile ka të ndikimin e pozitivin në këtë fushë. Një takim i tillë u inicia edhe pas një kërkese të institucioneve donatore ndërkombëtare në mënyrë që bashkitë të kenë të dhëna të sakta mbi këto organizata të shoqërisë civile dhe ku kjo drejtori pranë bashkisë do të shërbejë si pikë informacioni mbi thirrjet për grante për shoqërinë civile. Në këtë takim, shoqatat u njohën edhe me 3 thirrje për projekte të cilat duhet të paraqiten deri në fund të muajit tetor, ndërkohë që të tjera thirrje do të bëhen edhe nga Ministria e Integrimit Evropian mbi projekte të ndryshme me në qendër integrimin e Shqipërisë në BE.